Muhamedi alayhi salatu wassalam në një thënie të tij e përshkruan në këtë mënyrë besimtarin. Ai është si bleta e cila ushqehet me ushqim të pastër, prodhon ushqim të pastër e të shëndetshëm dhe kur qëndron mbi lule nuk e dëmton apo e prish atë. Transmeton Ahmed ibn Hanbal, vëllimi 2, faqe 199. Ashtu si bleta që shëtit mbi 1000 lule për të mbledhur nektarin, për të prodhuar më pas mjaltin, edhe ne si besimtarë duhet të marrim mësime nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe miqve të dashur të Allahut për t'i pasqyruar në çdo moment të jetës tonë. Në këtë mënyrë i ofrojmë të gjithë njerëzimit mirësjelljen dhe ëmbëlsinë e Islamit.